Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka dështuar të nisë gjykimi në mungesë ndaj 21 personave të akuzuar për krime lufte gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, që lidhen me dëbimin e qindra mijëra civilëve shqiptarë. Gjykatësja Medie Bytyqi ka bërë të ditur se seanca nuk mund të vazhdoj pasi nuk është siguruar në mënyrë të rregullt përfaqësimi ligjor për të gjithë të akuzuarit dhe nuk janë shpërndarë akt akuzat për avokatët në kohë. Pas kësaj, gjykata mori vendim që seanca e radhës të mbahet me datën 15 shtator. Prokuroria Speciale bashkë me Policinë e Kosovës po zhvillojnë një aksion të gjerë ku janë mbastisur disa lokacione të ndryshme. Dyshohet për shmangje të tatimit, përdorim të kompanive fiktive dhe për shpëlarje parash. Për më shumë detaje, rreth aksionit, policia dhe prokuroria pritet të dalin me një komunikat të përbashkët. Është mbajtur në Prishtinë takimi i 7 i Komitetit të Stabilizim Asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Duke njohur përparimet e arritura në disa fusha, BE nënvizoi rëndësinë e institucioneve plotësisht funksionale për përshpejtimin e nevojshëm të procesit të reformave. BE theksoi se e ardhmja evropiane e Kosovës mbetet përpjekje të shoqërisë e mbështetur nga një konsensus i gjerë dhe i qëndrueshëm publik, theksohet në njoftim. Qeveria e Kosovës ndërkaq vuri në pa përparimet e arritura dhe rikonfirmoi përkushtimin e saj për avancimin e agjendës së reformave, zbatimin e obligimeve që rrjedhin nga MSA dhe shfrytëzimin e plotë të mundësive që ofron plani i rritjes i BE-s për Ballkanin Perëndimor. Nesër dhe pasnesër mbahet ushtrimi Golden Saber 2026, në të cilën marrin pjesë KFOR-i, EULEX-i, Policia e Kosovës dhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave. Në këtë ushtrim do të marrë pjesë edhe Forca e Sigurisë së Kosovës. Sipas njoftimit, ushtrimi do të testojë aftësitë dhe procedurat e menaxhimit të krizave në skenar të ndryshëm. Kompleks sigurie përfshirë edhe trajtimin dhe asgjësimin e sigurt të mjeteve shpërthyese dhe materialeve të rrezikshme. Komandanti KFOR-it Oskan Ullutash ka thënë se ky ushtrim i përbashkët simbolizon angazhimin e vazhdueshëm dhe të fortë për të forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin në të mirë të gjithë qytetarëve në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë të ditur se ngritja e pagës minimale në 500 euro do të përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Kurti ka shkruar se për më shumë se një dekadë para qeverisjes Kurti, paga minimale ishte e ulët dhe e pandryshueshme. Ndërsa ka shtuar se për më pak se gjysmë dekade ka trafishim të pagës minimale. Ai ka shtuar se rritja dhe zhvillimi ekonomik do të përcillet gjithnjë me shtim të mirëqenjes për të gjithë. Ministria e Ekonomisë ka bërë hapjen zyrtare të konferencës para dorëzimit të ofertave për tenderin e energjisë së erës në Kosovë. Sipas Ministrisë, konferenca shënon një etapë të rëndësishme në procesin e zhvillimit të projektit të parë konkurrues për energjinë e erës në Kosovë, ku do të marrin pjesë përfaqësues të institucioneve vendore, partnerëve ndërkombëtar dhe kompanive të interesuara. Çështja e Republikës së Kosovës në vitet e fundit ka qenë e qartë, përderisa punojmë që të modernizohen kapacitetet ekzistuese, po shtojmë prodhim vendor të energjisë që vjen nga burimet e ripërtrishme dhe po sigurohemi që çdo investim i ri i shërben interesit afatgjatë të vendit dhe të qytetarëve të bizneseve tona. Roli i zyrës së rregullatorit për energji në këtë proces është thelbësor. Si institucion i pavarur, rregullator, ne jemi të përkushtuar të sigurojmë një mjedis rregullativ transparent, të parashikueshëm dhe të besueshëm, i cili garanton trajtim të barabartë për të gjithë pjesëmarrësit në treg dhe krijon kushte të favorshme për investime afatgjata. Kost e një plotësisht të rëndësinë strategjike këtij projekti, zhvillimi i kapaciteteve të reja gjeneruese nga era kontribon në tranzicionin energjetik, diversifikimin e miksit gjenerues, si dhe në integrimin e mëtejmë të burimeve të ripërtishme të energjisë në sistemin energjetik.
Përpos tjera, ky projekt ndihmon shumë edhe në adekuacinë e gjenerimit, duke shtuar kapacitete të reja vendore dhe duke forcuar sigurinë dhe besueshmërinë e furnizimit me energji elektrike. Kryetari i Komunës së Prishtinës Perparim Rama e ka dorëzuar një kamion të ri për zjarrfikësit e kryeqytetit në vlerën rreth 330.000 euro. Me këtë rast, u theksua se kjo pajisje do ta lehtësojë në masë të madhe punën e zjarrfikësve dhe është i dedikuar për fatkeqësitë që ndodhin në zonat urbane. Komuna e Prishtinës, kryeqyteti, faktikisht ka investuar në një mjet të ri, pra është nga fabrika, që thonë, 00, një kamion sulmues, i cili është i dizajnuar për me ndihmu në raste ku luftohet me zjarr në zonat urbane, pra është i dizajnuar pikërisht për luftën ndaj zjarrit në zonat urbane. Ky kamion është automjet sulmues që quhet zhargonin e zjarrfikjes dhe shpëtimit dhe është kombinues pra gjitha pajisjet do të ketë së bashku për reagimin e parë. Është dedikuar për zjarre urbane dhe lehtësimi është i padiskutueshëm kur kemi kësi automjete të reja që na vinë në shërbimin tonë. Por në strategjinë tonë është ndrimi i gjithë flotës të vjetruar të automjeteve në 3 vitet e ardhshme, pra qëllimi është që të ndrohet gjithë flota, të ngriten kapacitetet, të ngritet numri i zjarrfikësve në proporcion me numrin e banorëve në kryeqytet dhe që kryeqyteti ta ketë brigadën profesionale që ka, po do ta modernizojmë, do të ngritem kapacitetet cilat logjistike, po ato në aspektin e burimeve njerëzore dhe të jetë shembull se si është shembull për gjitha komunat tjera. Një tërmet prej 3.8 ball është rritërit është regjistruar sot rreth orës 9:46 në kufirin Kosovë-Serbi. Sipas të dhënave të Qendrës Evropiano Mesdhetare për Sismologji, epicendra e tërmetit ishte 6 kilometra në jug-perëndim të Leskocit në Serbi. Tërmeti ishte 5 kilometra i thellë, ndërsa bëhet i ditur se lëkundjet janë ndier edhe në pjesën e Kosovës, edhe në atë të Serbisë. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet e tjera të ditës takohemi në edicion në orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.